Teksa qeveria shqiptare po zgjeron bashkëpunimin strategjik me Izraelin në sektorin e mbrojtjes, presidenti turk Recep Tayyip Erdogani ka dërguar një letër sinjal Edi Ramës. Në kuadër të samitit të NATO-s, Rama ka zhvilluar sot një takim me presidentin turk, një lëvizje strategjike për të sheshuar qejfmbetjet. Edi Rama prej disa kohësh është duke flirtuar me Tel Avivin. Vizita në Izrael u prit me shumë zemërim nga Ankaraja, mirëpo kryeministri nuk u dal me kaq. Së fundmi u inaugurua shkolla kombëtare e fluturimit, e ngritur me partneritetin e kompanisë izraelite Elbit System, ndërsa kryeministri Rama shpalli objektivin për ngritjen e shkollës kombëtare të forcave speciale. Bashkëpunimi mes dy vendeve shtrihet gjithashtu në fushën e industrisë ushtarake, sistemeve të armatimit, mjeteve ajrore pa pilot, sigurisë kibernetike dhe projekteve të teknologjisë së mbrojtjes. Kjo bëri që shumë media turke ta sulmonin kryeministrin, duke akuzuar se ja ka shitur Shqipërinë Izraelit, po ashtu shumë mbështetës të Erdoganit mbështesin protestat në Tiranë kundër qeverisë, i gjendur mes dy zjarreve. Rama i shkoi sot në zyrë Erdoganit me shpresën që do të qetësojë raportet. Për krah Erdoganit ishte ministri i jashtëm Hakan Fidan, ministri i mbrojtjes Yasar Güler, kreu organizatës kombëtare të inteligjencës Ibrahim Kalin, zëdhënësi i AK partisë Omer Çelik, drejtori i komunikimit, Burhanetin Duran si dhe këshilltari për sigurinë dhe politikën e jashtme, Akif Çagatay Kiliç. Sipas njoftimit, fokusi ishte mbrojtja. Pra duket se Erdogani ja ka futur këmbët në një këpucë Ramës, i cili po i jep territor Izraelit. Presidenti ynë Recep Tayyip Erdogan priti në kompleksin presidencial kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, i cili ndodhet në Ankara për samitin e liderëve të NATO-s. Gjatë takimit u diskutuan marrëdhëniet dypalqe midis Turqisë dhe Shqipërisë, si edhe çështjet rajonale dhe globale. Presidenti ynë deklaroi se po punojmë për të avancuar më tej marrëdhëniet midis Turqisë dhe Shqipërisë dhe se dëshirojmë veçanërisht të thellojmë bashkëpunimin tonë në fushën e industrisë së mbrojtjes, thuhet në deklaratë. Pra Rama duket se po tenton të mbajë mirë me të dy krahët. Nga njëra anë bashkëpunon me Izraelin, nga ana tjetër tenton ta mbajë mirë me Erdoganin. Kjo edhe për shkak të frikës nga protestat, pasi gojët e Liga thonë se Ankaraja po i mbështet fuqishëm.